I cilat mi veçu, me qenë se une bashkërët e kom pas pak pa qef, edhe momenti jam maj lumtur ka qenë kur kena marrë pozitivitet që është shëru ka kanceri, një kancer në gjirin e majtë, shtu që e kemi nëzonë në momentin e fundit, po fol ati nalë, tani lavdrotat ju takon edhe doktorve, sigurisht. Një mesazh, unë ja kom thonë edhe kështë dhe e thot që ajo është jeta jem edhe për të bëjq mos. I vetëmi person që kësha ndru jetën për to është gruaja jeme. Qështë kem? Mirë, famderit. Si po kalon? Mirë, sa keq. Mirë. Cili është momenti më i mirë i jetës tënde? Më i mirë jetës teme. S'po di cilat mi veçu. Me qenë se une bashkërët e kom pas pak pa qef, edhe momenti jam maj lumtur ka qenë kur kena marrë pozitivitet që është shëru ka kanceri, e tjetër moment s'di që kom atë zinit. Moment ma të bukur. Nuk ka, për momentin jo. Për momentin jo. Që kuptove që bashkërët e domethënë nuk e ka domethënë kancerin? Ne këto kena shu pas disa sanëve i ka vrejt vetë pak se diçka s'është diçka, okej, jo që ka pos ludha diçka, po rastësisht kështu edhe besoj që tani shkum një vizit kontroll dhe bënon të radiolog. Tani ata na sugjerun që me shku në tarokalit e kirurg tarokal, pastaj për aty të vazhdojmë periudat gjatë rrugtime rezonanca këtu, edhe u definu që veç ekziston një kancer në gjirin e majtë, shtu që e kemi nëzonë në momentin e fundit, po fol ati nalë, tani lavdrotat ju takon edhe doktorve, sigurisht një mrekulli e mirë po. Për momentin. Moment kur kuptove që bashkërët e kancer. Ai ka qenë bumerang, për mu ka qenë si bumerang. Mu ka do Jeta për ty tha që gjithçka, jo depresioni, jo krejt, se që kena ma shumë të ju kemi frigue depresionit, se që edhe e mësum që e kemi atë smuje të keqe, mirë po arritëm me menagju depresionin mas pare, pastaj tjerat nga da, ashtu me terapia, me ka dale, veç që përfundojnë. Më du me qëndro. Kam qëndru që unë nga 2020 dhe 2025 gjithmonë më kohë kra ofër vetës. Gjithmonë. Edhe të më këtë deri më dekje. S'ka, jo, absolut. Bashkërët është numër një tek personi, normal janë fëmija, janë prind të këtë, ama vjen që shumë e thonë një ditë që bashkërët në ki në kra djallë. Gjithë shpirti. Rrugtari jetës, sigurisht. Edhe ja ka vle që jo me ofërcoj edhe ja vlen, jo veçune, po shpresoj që edhe tjertë që janë ofër bashkërët edhe pavarësisht në çfarë pozite janë, o mirë o keq, ta kenë njëri tjetrin krah, si të mirën si të keqen. Janë rastet e tilla gjithë janë si ju, kaq solidar, sidomos burrat kur ka nevojë me qendro afër, vetëm kur është mirë një person ndoshta, po edhe kur janë domethënë me një sëmundje diçka, nuk i qëndrojnë, të bëmi real afër shumë. Jo, unë i kam qëndru edhe do të qëndroj deri në fund. Edhe ka njerë thëmë ma mjek në konun e jote se që kanë qinë mjek. Se ja fërësia e bënd vetën tani shi jo me këtu mjekimet e mjekve, sigurisht tani edhe me bim natyrore, kur është njeri në seklet, beson çdo gjoje. Edhe të provoj edhe stosin ashtë ta kalam, po elhamdulillah, falenderimi të kanë Allah, sigurisht edhe për kujdesit mjekve, falenderit të rëbrej tyne, për onkologjisë, sidomos për doktor Arsh, një doktor shumë i miri përkushtum, arritëm të mpushtem. Sot që ja dolet të luftoni këtë betej, të rëndë shumë të rëndë. Trego. Po sot unë po thamë, unë lumëtori matë modë s'kom di, s'kom përretua, s'besej që kom e përretu. Pa më varsin në ashtë ta njëtë, gjenë diçka që, pasi po që ke për mu ka qenë nesh, shtu, diçka që s'muna me thonë, me shprejë, në ashtë ta dhe me fjallë. Një mesazh për mbyll, për gjithë ata që kanë pas beteja tilla. Unë i përshëndes çdo qytetar të Kosovës që mos i troket kjo smundje mas pore në për familje, po edhe nëse i troket, mos dërzohen. Mos dërzohen hiç, ne të vazhdojmë me mjekimin, ne të vazhdojmë në ta gjejmë se do ta gjejmë. Larg depresionit, sa më të lumtur afër njëri tjetrit. Edhe besoj që mund të mpushtin gjitha. Një mesazh që kur s'ke mund t'ja thonë para kamerës. Një mesazh, unë ja kom thonë edhe kështë dhe e thot që ajo është jeta jem edhe për të bëjq mos.
I vetmi person që kisha ndru jetën për to është gruaja ime. Kisha zavendësu jetën për to. Aja të vazhdojnë e papa. Çfarë burri, tipik që na duhet më qenë. Kështu jam, i tillë jam. Krenar, kur ka Faleminderit. Faleminderit shumë. shumë. Faleminderit shumë. Më të mirat. Faleminderit. Zoti të mos përsëritën këto gjëra. Amin inshallah. Vetëm momentet lumtura. Amin inshallah. Faleminderit shumë. Edhe ju gjithashtu. Liot përshëndes. Ditën e mirë. Respekti, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, na kënaq. Faleminderit shumë.